Mirë se erdhët të dashur demër në Letra të Rrëfejnë, jam Diana dhe do bëj leximin e juaj të radhës. Hapja apo emri i këtij lloji të hapjes letrave quhet busulla. Dhe janë të emëruara si jugu, perëndimi, lindja dhe veriu. Së pari do marrim një mesazh të përgjithshëm, pa i hapur një nga një. Ky lexim, të dashur demër, tregon një dem që ka kaluar shumë kohë duke menduar, analizuar dhe mbajtur gjithçka brenda vetes. Nga jashtë mund të dukeni të qetë, por mendërisht të jeni të lodhur jashtëmase. Ka diçka që po e konsumon gradualisht, një situatë, një person, një zakon, ose një mënyrë jetese që po të merr energjinë demi. Dhe tani jeta po kërkon të bëhet më e ashpër me kufit e vet. Këtu duket gjatë që nëse demi vazhdon të toleroj gjëra që e zbrazin, do lodhesh emocionalisht akoma më shumë. Jugu dhe letra është djalli. Nga po vjen, thot për demin. Demi po vjen nga një periudhë ku është ndjer i lidhur, si djalli varësi, me diçka që nuk i ka bërë mirë, por nga e cila nuk është shkëputur lehtë. Kjo letër shumë shpesh tregon varësi emocionale, mendime obsesive, toksicitet, lidhje mendore, ose situata ku njeriu e di që diçka nuk është e shëndetshme, por vazhdon ta mbaj. Për disa dem kjo lidhet me dashurinë, për të tjerët me stresin, kontrollin, xhelozin, punën ose edhe njerëz manipulues. Problemi është se, të dashur demër, se kjo situatë ka marrë shumë energji mendore nga ju. Ka pasur shumë mbi ngarkesë emocionale, mendime pafund, ose nervozizëm të mbrëmshëm, ose edhe ndjesi sikur nuk po çlirohesh plotësisht. Plotësisht. Keni duruar shumë, apo më shumë se ç'duhej, dashi. Ke mbajtur diçka nga frika e ndryshimit, ose është lodhur duke luftuar për të njëjtin problem, vazhdimisht. Perëndimi. Çfarë po lë pas? Hermit, që thot dietari, pas vetes po mbetet izolimi emocional demi. Ke kaluar një periudhë ku është tërhequr shumë, apo je tërhequr shumë në vete. Ke menduar tepër, ke analizuar çdo gjë dhe shpesh nuk ke folur hapur për atë që po ndjen. Kjo letër tregon në fakt që dikë që, disa shembuj, mban shumë gjëra brenda, lodhet në heshtje, kërkon përgjigje vetëm dhe distancohet me një farë mënyrë kur nuk ndihet mirë emocionalisht. Por tani, demi kjo fazë po mbyllet, demi po kupton, jenë duke kuptuar se nuk mund të jetoj gjithmonë vetëm në mendjen e vet. Do filloni të dilni gradualisht nga izolimi, nuk do më vetëm të mendoni dhe të veproni, e fillon të shoh gjërat më qartë, kupton kush dhe çfarë po i merr energjinë. Lindja. Çfarë ka përpara demi? Përpara duket një periudhë ku demi do ndihet i lodhur, por edhe shumë më i kujdesshëm. Kjo është letra e dikujt që ka kaluar shumë dhe tani po nuk beson më lehtë. Ndëm të shkopive. Këtu duket sigur mbrojtje emocionale, kujdes ndaj njerëzve, stres dhe lodhje mendore, por edhe forcë për të mos u dorëzuar. Demi mund të ndjej, jam lodhur, por nuk dua të humbas. Dhe kjo letër tregon pikërisht atë fazë ku njeriu është afër fundit të një betejë, por duhet të mbaj edhe pak. Por sido që të jetë demi, duhet të keni kujdes mbi ngarkesat. Mos mbaj çdo problem vetëm, vendos kufi më të fortë,
Jo çdo njeri meriton qasje tek energjia jote. Dhe veriun kemi hapi tjetër që duhet të bëni është mbreti i shpatës. Këshilla është shumë e qartë në këtë letër. Demi duhet të mendoj me logjike dhe jo vetëm me emocione. Mbreti i shpatës është energjia e dikujt që vendos kufi, është më i ashpër, më i drejt për drejtë, fleqetë, nuk manipulon dhe nuk lejon të manipulohet. Merr vendime të ftohta, pra të logjikshme, aty ku duhet. Kjo letër thot mjaft më tolerim vetëm për të ruajtur qetësinë Demi. Tani duhet të komunikimi drejt për drejt, vendime të qarta, largim nga njerëz që luajnë me mendjen ose emocionet tuaja dhe kontroll më i fortë mbi jetën personale. Ka ardhur koha Demi të thoni atë që mendoni pa frikë. Mos u justifiko për kufit e tu. Pse e doni apo se doni në këtë mënyrë. Mos lejo askënd të të zbraz emocionalisht. Vendos veten në plan të parë. Ky lexim Demi tregon një dem që ka kaluar lodhje të madhe mendore dhe emocionale, por tani po hyn në një fazë Demi që ku duhet të bëhesh më i fortë dhe më racional. Nuk është koha për të shpëtuar të tjerët apo për të dëruar gjithçka në heshtje. Mesazhi kryesor që mund t'ju jap Demër këtu është ndonjëherë paqja nuk vjen duke dëruar më shumë, por duke e prerë atë që të lodh.